Në ditën botërore të diabetit, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Durrës, në bashkëpunim me Spitalin Rajonal dhe Drejtorinë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, kanë zhvilluar në sheshin Liria një aktivitet sensibilizues dhe ndërgjegjësues për këtë sëmundje. Qytetarët durrësak patën mundësinë të kryejnë depistime falas dhe njëkohësisht të informoheshin nga stafi mjekësor për kujdesin e shtuar, që duhet të tregojnë për sa i përket të ushqyerit shëndetshëm, aktivitetit fizik dhe kontrolleve periodike. Veprimtaria synonte forcimin e rolit të shërbimit parësor në edukimin shëndetësor dhe promovimin e stileve të shëndetshme të jetës në komunitet. Mjeku i shquar durrësak, Eduard Spahiu, bëri të ditur se në qarkun e Durrësit janë rreth 10.000 pacientë që vuajnë nga diabeti dhe janë të regjistruar pranë skemës së sigurimeve shëndetësore. Moto e kësaj dite, thekson Spahiu për këtë vit, është mirëqenia e pacientëve me diabet, që nënkupton përfshirjen e tyre në më shumë punë, mbështetjen e tyre nga ana sociale dhe psikologjike dhe integrimin e tyre më shumë në jetën normale. Si faktor rreziku për këtë sëmundje, mjeku endokrinolog rendit mbi peshën, jetën sedentare dhe keq ushqyerjen.